Nisur nga ajo që keni parë në këto 2 javë të protestave, por ndërkohë dhe në 13 vite të qeverisjes së kryeministit Edi Rama, a mendoni se tashmë kështjella e pushtetit Edi Ramës do të rrëzohet nga këto protesta, por edhe nga brenda radhëve të Partisë Socialiste, duke qenë se një deputete e Partisë Socialiste e cila doli nga qarku i Shkodrës, pra nga zgjedhjet e vitit kaluar të qarkut të Shkodrës, Mariana Koçeku ka dalë pavarur dhe ndërkohë nuk e dorëzon mandatin që ka fituar në këto lista në zgjedhjet e kaluara. Unë si shikoj si një shenjë të vogël brenda një partie, po në faktikisht edhe partia tamam, domthonë Partia Socialiste, në bazë programit të partive tjera socialiste europiane dhe në internacionale botërore, do të jetë parti sociale. Unë nuk kam parë në diçka sociale në Parti Socialiste. Që në fillim kur kam marrë pushtetin Edi Rama, kam qenë shumë i bindur që është një parti mes shokëve, një organizatë ose se kam në qëllimin organizatë kriminale, nuk e kam qëllimin negativ, por një grup shokëve që kanë marrë pushtetin dhe i shërbejnë njëri tjetrit, bëjnë pazar me njëri tjetrin. Dhe këto 13 vite e keni parë se si është varfëruar Shqipëria. Nuk është vetëm varfërimi me pasuri, sepse pasuria nuk është gjithçka, po varfëruar sepse njeriu të thjesht ju hoq mundësia për të jetuar në nder dhe me punën e tij të ndershme. Pra të jetosh sot në Tiranë, gjithë e dinë që është e pamundur të jetosh me një rrogë, sepse qerat kohës e tesës është shumë e lartë. Pra njerëzit kanë 2 mundësi, ose të ikin, ose të nënshtrohen, ti nënshtrohen korrupsionit, ti nënshtrohet poshtrimit të zyrtarëve, të shtetit, të policisë. Domethënë policia mund të keni parë dhe vetë, policia mund të bëjë gjithçka me ty, nuk ka drejta qytetare dhe kjo është humbja më e madhe që ka ndodhur njerëzve dhe prandaj ngrihen. Nuk është se njerëzit në Shqipëri vdesin për bukë, sepse për bukë nuk vdes njeri, as për të folën nuk vdes njeri, por e kam parë si një grup, si një organizatë që i ka shërbyer vetvetes dhe ju shikoni se si ka shitur tokën shqiptare, se si ka bërë ligjet, duke kaluar ligjet kështu me një trënd lapsit, ose si ja hiqte të drejtën e fjalës të opozitës, domethënë abuzimi sidomos në legjislaturën e fundit, një vjedhje galopante të votave, të shkeljes drejtave, të poshtrimit të opozitës dhe të partive të vogla, domethënë e mbushi kupën dhe qytetarët e kanë dëruar deri tani, besoj që nuk është se kanë parë vetëm interesin e tyre personal, por dhe një familje të poshtrimin e opozitës deri diku, të partive të vogla, domethënë të voglit, partitë të vogla nuk kanë se kanë pasur një shans real për të bërë politikë ose për të qenë një alternativë udhëheqëse në Shqipëri. Nisur nga argumenti i fundit që ju parashtruat dhe nga ajo pra mënyra si ka qeverisur Edi Rama deri më sot, a mund të ndodh në Gjermani, po marrim një land të caktuar se në aspektin federal e dim që nuk bëhet fjalë, a mund të ndodh një mënyrë e tillë qeverisje në Gjermani nga mënyra pra se si operon dhe qeverisë Edi Rama? Nuk ka asnjë shansi. Këtu janë pushtetet kaq të ndara, kaq sakta, sa që është e ka të pamundur, që nuk ka mentalitet i dhe mungon mentaliteti. Kjo çështja e pasurimit me shpejtësi ose për të korruptuar ose për të fituar gjëra të padrejta nuk ekziston si mentalitet, por që dhe mënyra kontrolli i pushtetit janë shumë të ndara, që nga komuna, që nga rreth, bashkimi i gjitha komuna bart në një rreth, pastaj në një land, janë politikat janë komplet pavarur, sigurisht që kanë pikë takimit përbashkëta gjithë politika gjermane dhe politika kombëtare, sektorët janë ndarë, domethënë dihet saktë se edhe rrugët janë ndarë, ka rrugë kombëtare, rrugë lokale, rrugë të fshatit, secili ka kompetencën e tij, por që nuk bëhet fjalë fare dhe politikanë që angazhohen, ka njerëz që angazhohen thjesht në lagje, pak me tutje në komunë ose në becirk ose në rreth ose janë të ndarë faktikisht edhe secili angazhohet vullnetarisht, nuk e shikoj një që të shkojnë politikë për zë një vend pune, po si imagjino dot njëri, sepse aplikon puna zgjedh me zotësi, me aplikim, me CV, me merit, nuk zgjedh puna kështu me miqësi, me shoqëri dhe prandaj e kanë sistemin të fortë, një sistem të kalbër siç e ka Shqipëria që gjithçka të tjetrit vjen 2-3 muaj për vërdall për të zënë një vend pune si shofer dhe në fund për çfarë pune të bësh jam shofer. Mos secili pret janë ka një letargji nuk janë aktiv për të mësuar shkollë, për të mësuar profesion, për ta fituar tamam me dinjitet. Keshin CV shkon si ka je pastrues, je shofer, s'ka si rëndësi, po bëj një CV dhe zë punë që ditë bësh më mirë dhe këtu të respektojnë me shumë dinjitet. Pastruesi s'ka si çfarë punë bën. Shikojnë me rroba pune, këto njerëz shkojnë për të blerë ushqime, nuk vetëm me rroba punë, nuk ka se është je i nderuar e respektuar. Më thon, nuk e kanë kështu për sa për të thënë për sy për faqe me të vërtetë,
njerëzit që vishën me rroba pune janë absolutisht pranueshëm gjithandaj dhe janë të respektuar sepse ti fund bën punë të vështirë, po të vish se unë që po në zyrë ti bën mbledh mbledhërin të qytetit, qytetit, ta pastron rrugët, nuk ka asnjë rëndësi. Është ngritur me mentalitet, po kuptohet njerëzit marrin atë rrogën e dur dhe me këtë rrogë jetojnë, ndërtojnë të ardhmen e tyre. Si mund të shkëputet Shqipëria nga ky lloj mentaliteti, babëzie dhe konceptimi që kanë për pushtetin, që e shohin pushtetin vetëm në aspektin e përfitimit dhe të shyrjes, po themi, të mirës publike, ashtu siç po ndodh edhe në rastin e Zvërnecit, nga ku u nxitën më pas edhe protestat? Ka rrugë me siguri, nuk ngjitet në nevojë për na shpjegon e gjë të veçantë, përdesa njerëzit nuk e kanë ndërgjegjën ndërtoj një sistem demokratik, një sistem që respektojë njëri tjetrin, që nga një shtet ligjor, pika kyçe, më duket mua, është sistemi i drejtësisë. Unë kam shumë vite që punoj për këtë, punoj për gjitha gjykatat që kam këtu, për policinë, prokurorinë, për çdo lloj forme dhe mënyre që kanë të bëjnë me shqiptarët, dhe kam shumë përvojë për shumë vite me sistemin juridik, dhe këtu pika më e fortë e Gjermanisë është gjykata. Gjyktarët janë të padiskutueshëm. Fjala e gjyqtarit nuk ka diskutim fare, është 100% e sigurt, sepse edhe ty sikur të bëhet, çdo qytetar mund të duket vetë i trajtuar në mënyrë jo të drejtë, sepse gjithmonë njëra palë të fitojë ose me do bëjnë kompromis, dhe sigurisht ka instanca të tjera dhe në qoftë në Shqipëri të funksionon gjykata, shteti ligjor do funksionon të komplet, sepse gjithë kanë frikë vetëm dënimin, kanë frikë gjykatën. Në Shqipëri prandaj është bërë, në Shqipëri nuk njohin njerëzit presidentin, as presidencën, as kryeministin, do të thonë Spaku në Shqipëri është bërë kish, është bërë xhami, është bërë vend besimi, në shqiptarët, do të thonë betohen për Spakun tani dhe kaq keq ka vajt puna sa që vetëm gjë që shikojnë se Spaku mund të jetë faktikisht organ akuzues i akuzës, por normalisht duhet të jetë gjykata që do jetë etaloni i drejtësisë dhe peshorja e të drejtës. Në këtë rast, si e shikoni rolin e Spakut, a mund shkoj ai në atë nivel të goditjes së zyrtarëve të korruptuar, duke qenë se në lëvizjen e fundit sa i përket Belinda Ballukut, ish zëvendës kryeministres, Edi Rama e mbrojti ato me forcën e kartonëve në kuvend? Sigurisht dhe kjo i kushtoi dhe akoma më shumë Edi Rama, që i gabim fatal i Edi Rama, sepse mendoj që duke shpëtuar Ballukun, mendoj që po kalon kështu dhe këtu është piknisja dhe gjermanët faktikisht këtu kanë filluar tamam se në fundit ne jemi një shtet, kemi integritetin tonë territorial dhe nuk është se ne duhet të pyesim shtetin gjithë çfarë bëjmë, por nëse ti do të jesh në Bashkimin Evropian, do plot disa standarde, nëse mos në drejtësi, kjo është ka qenë një pikë thesë edhe në mendimin e Gjermanisë për të mbështetur Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Nuk kjo tregon që parlamenti funksionon, po funksionon vetëm për vete dhe sistemi i drejtësisë u godit i ran grushballit Spakut, kështu që Spaku besoj që për momentin është i tërhequr, por sigurisht ka mbështetje ndërkombëtare dhe mbështetje shikojnë që ka mbështetje gjithë Shqipërisë. Dhe Rama besoj që ngadalë do bjerë, po shtyn thjesht po merr po mbaron serumi, besoj që Rama do përfundojë, nuk ka rrugë tjetër, të përfundojnë Spakut, të përfundojnë para gjykatës. Nuk shikoj në mundësi alternativë tjetër që të ketë një kompromis që të ikë shteti dhe mos ta rratisët ose të bëjmë kompromis, nuk besoj sepse fundit vet nuk do të ikë, do ka gjithë të popull përballë, ka gjithë të padrejtësi, një mal me padrejtësi që ka bërë shqiptarëve, me vjedhje, me dhënien tokëve. Rama faktikisht vetëm për tokë që ka dhënë të hujve, përveç Kushner ose vajzës Tramit, përveç edhe shumë politikan europian edhe të huaj, ish ambasador, kanë marrë blerë tokë, kanë marrë në Shqipëri dhe vetëm këto po të hetonte Spaku do t'i mjaftonte për abuzim me ligjet e shtetit shqiptar, pa parë tjera, sigurisht janë dhe shumë tjera skandale pafund. Nuk kanë vëdi përmend se si shqiptarët duke ngrënë bukë dëgjojnë gjithë nga mjesi deri në darkë, Spaku, prokuroria u arrestua, burkë dhe një farë mënyrë janë çoroditur dhe mendërisht shqiptarët janë të lënduar me pasoja, sepse nuk shikon në çdo televizion, shikon vetëm u arrestua Spaku, politika, kështu që një farë mënyrë edhe mediat e kanë sjellë majt hundës popullit shqiptar, siç gjithmonë se në fund me të vërtetë Spaku është një organ, bëj punën e tij. Nuk është këtu nuk dëgjon njëri në televizionin gjerman, nuk shikon gjëra të tilla. Ka një emision drejt ose 10 dhe 11 që jep në emision kështu për drejtësinë ose kështu imitojnë gjyqjet, thjesht për kulturë juridike, por nuk është se kanë në televizion gjerman jetojnë sepse secili ka punën e tij, nuk është puna e medias faktikisht që rritet dera gjykatës, shikoj kush hyr, kush doli, fundoni ka një privatësi. Edhe në Gjermani dhe në Bashkimin Evropian mbrojtjes dhëna personale japi një rëndësi të jashtëzakonshme. Dhe jam shumë i lumtur në qoftë se hyjmë në Bashkimin Evropian që ne
Bashkimi Evropian do na shpëtoj nga torturuesit tanë, dhunuesit tanë që janë shqiptarë. Sepse dhëna në shikon Shqipëri ka kamera gjithandej, nuk ke privatësi, s'ke asgjë. Pse ka kamera sepse nuk ka shtet. Edhe këtu duhen popull fëmijë sigurt, duhen shkollat sigurt, duhen qytetarë sigurt, por shtetit ja kanë frikën që në dokument që në letë, që në gjykatë, që në vendimi gjykate, nuk ka këtu kamera gjithandej, se në fund privatësia këtu në Shqipëri ka mbaruar. Nuk ka dyqan ku shkoj. Më thënë, më vjen shumë çudi se si media lexon ato dosjen e Spakut, se nga i marrin se çfarë bëjnë nuk e di, po është kështu një përzierje konglomerat që unë nuk e kuptoj sepse nuk jam çdo ditë në Shqipëri, po dhe media ka një gjunaf shumë madh ndaj popullit shqiptar, në psikologjinë e popullit shqiptar. Zoti Tafaj, para pak muajsh në Shqipëri ishte ministri i jashtëm gjerman i cili u takua me zyrtarët e Spakut, por nuk u takua me kryeministin Edi Rama. A ka qenë ky një mesazh që Gjermania po i jep në vazhdimsi kryeministit Edi Rama se tashmë po themi ja ka hequr vizën sa i përket po themi për ta legjitimuar atë si kryeministër të paktën po themi thojza në këtë aspekt. Pra a ka një dorë Gjermania që i shikon edhe protestat si një lëvizje që mund të ndroj po themi këtë lloj sistemi politik në kuptimin e kastës aktuale që është? Unë nuk besoj, Gjermania nuk bën një politikë tillë, domethënë ta ngrenë peshën, të fusin leven anash, të botojnë. Besoj që është një pjesë e politikës gjermane që do të flasë vetëm me sistemin e drejtësisë ose me kryetarin, me kryeprokurorin, për të zonë në base për ta pyetur, për të informuar ndoshta edhe për çështjet që kanë bën drejt për drejt me çështjet speciale që nuk ka pse t'i di kryeministri, por që diçka mund të jetë diçka shumë sekrete që bisedoj me njëri tjetrin dhe por që nuk besoj që shteti gjerman vjen takon Spakun për t'i thënë Ramës që shikoj ti do të heqim, nuk e shikoj si shenjë. Ramën e respektojnë sepse e shkruaj deri në ditën e fundit që drejt kryeministri i Shqipërisë e respektojnë. Por që kanë kontakte me ambasada, me takime me Spakun, me praktik nuk është për vende të tjera, fa mund të vend si Shqipëria, mund të shkoj ministri gjerman që takoj shefin e Spakut, por sidoqoftë është kështu, por nuk e marr si shenjë që do ta heqë, nuk merrem me Ramën dhe do të kalojmë direkt tek Spaku. Nuk janë shumë serioz në këtë pikë. Po sa i përket raporteve të Edi Ramës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, a mendoni se tashmë ato janë në një pikë më të ulët nisur nga ngjarja e fundit që ndodhi pra në Zvërnec, ku situata doli nga kontrolli dhe tashmë emri i vajzës presidentit amerikan Donald Trump, Ivanka Trump dhe dhëndrit të tij Jared Kushner ka pushtuar mediat botërore? Edi Rama si artist, si kryeminist i një vendi vogël të korruptuar siç është Shqipëria, ka të kompleksin e inferioritetit. Dhe vetëm një njeri që ka një lloj inferioriteti, që ka një gjuhë të trupit të tillë, mund të sillet, mund të bëjë kështu xhonglime të tilla që ju përulet, ju bie një gjuhë, ju puth duart, ju përqafon. Kjo është një mungesë shumë mungesë serioziteti në politikë. Fundit aty nuk përfaqëson vetë përfaqëson Shqipërinë. Duke ju ja gavito njerëzve, ministreve, grave ministre, duke ju vënë në gjuhë, duke ju puthur, duke ju shtrënguar, nuk bie në sy për mirë. Po kjo që thoni për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të njëjtën gjë kështu, ti besoj që gjithë qëllimi i tij e shikon që e ka rënduar peshorën në vendin e tij dhe ka një farë mënyrë do një mbështetje nga amerikanët, sidomos nga Donald Trump. Nuk është ndoshta vetëm Rama që një udhëheqës i botës që do të ekzistojë në mbimet kontakteve. Besoj dhe kontakti me Izraelin që kishte pikërisht kjo shërbente që ti mande deri në hapur Ramës në Washington dhe fakti që kur bësh mbledhja në Washington që bësh mbledhja shteteve të vogla që kryuan atë këshillin kombëtar Bordin e Paqes, po. Bordin e Paqes. Rama për t'i treguar që unë jam i familiarizuar me familjen Trump, po shoqëron të vajzën e Trumpit, po i tregon të tokat tona se i zgjidh më të mirë, këtë do të shikoj, këtë do të marrësh, kështu që. Dhe desha të përmend edhe këtë që media gjermane kanë drejtuar me një farë sarkazme çështjen shqiptare, çështjen e blerjes së ishullit shqiptar ose të Zvërnecit, sikur vajza Trumpit bashkë me shoqen ishte në një jahtë luksoz, po kalonin në Adriatik, e thonë, ky ishilli, ku jemi këtu, çfarë vendi, kush është ky? Është nga i bukur. Ka thënë, ky është Shqipëria, është ishulli sasa, ka thënë, merr pa kryeministin telefon ta blen këtë.